Është momenti tani të gatuajmë një tjetër recet, është me bazë lule lakrën. Është në sezon, ndaj, na duhet që ta përdorim, ta shfrytëzojmë her pas here. Kombinuar me djath, me gjalp, kry piperi zi, e kemi zjerë para praktikisht. Opsionale është majdanozi dhe piperi zi, opsionale është të vendoset në tavë, përdoret gatuhet në tigan, në formën e një sallate, thjesht duhet ka urdisja me gjalp. Tek gjalpi. Le të shtoj pak miell. Lë mielin sa të këtë ato kërcitje. Shtoj, faktikisht, duhet jetë e tillë. Me dorë, sepse është... Mos ndahen ato. Do thoni ju... lule lakrës. Pa tjetër që zjerja është bërë e duhur, por jo dhe e fort që t'jetë fare al dente, sepse dua që të marri dhe nxehtësinë. Dhe ja, shtoj gjalpin me aromën, me lule lakrën. Pak krip për shije. Pa tjetër që kam shtuar krip edhe gjatë zjerjes. Gjatë zjerjes. Aty do marrim pak ngjyrë? Shumë pak, por janë të pabindura, sepse gjalpi dihet që i bën të rëshkitshme. Por, asgjë nuk na tut. Unë të ra. Manë një piruni, që është akoma dhe me e thjesht. Ja. Pra i zjemi, ka urdisim aty në gjalp, krip piper të zi, pak miell për të trashur atë sasinë e vajit dhe lëngjeve të lule lakrës. Është zjerë diku te 5 minutëshi? Po. Në ka mbetur për t'i shtuar djathi kacikavall, të djathi but, përpara se të ndosë kjo, vendosim në një tavë të vogël, sepse ne do ta pjekim në furr, do ta vendosim të marrë atë ngjyrën e bukur në furr, edhe pse ky gatim mund të vazhdojë edhe në tigan. Do të shtoj pak. Si ta bëjmë lule lakrën të jetë e preferuar dhe e kërkuar nga ato që ndoshta nuk e konsumojnë, një mënyrë shumë e mirë kjo. Bashkë me kërcejt. Dhe kaq pak përbërës për një recet shoqëruese ose një vakt i lehtë. Dhe djathi kacikavall ose ulala. E vendosim sa të shkri pak, të mpikset dhe e lidh mirë strukturën e në pjesën e sipërme. Shikoni në pjesën e sipërme të rezistencës. Ndërkohë kemi vendosur edhe tavën tjetër me patlıxhan në brum që e gatuam në pjesën e parë. Dy recetat kanë përfunduar, një përsëritje të lule lakrës me pak përbërës, edhe pse dihet që se çfarë përmban ajo, lule lakër me gjalp, një lule lakër 500 gramshe, 2 gota ujë për ta zier, 2 lugë kafeje gjalp, krip dhe bim aromatike siç ishte majdanozi. Shtojini edhe djath, ne shtuam djath kacikavall lufra.